Estonia qëndron krahas Shqipërisë sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një deklaratë të përbashkët për mediat mes kryeministrit Edi Rama dhe homologut të tij estonez, Kristen Michal, ky i fundit theksoi se nëse vendi ynë po bën sakt detyrat e shtëpisë, edhe Brukseli do t'i jap dritën jeshile. Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugëtimin e saj drejt BE dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Vazhdoni të ecni përpara me reformat. Nëse Shqipëria përmbush detyrat e saj, edhe BE do të bëjë të njëjtën gjë. Kreu i qeverisë shqiptare e cilësoi Estoninë si një shembull nga i cili vendi ynë duhet të mësojë. Me ju, jo vetëm kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë edhe këshilla. Jemi dy kombe që jetojmë me dëshiren për të kapur të ardhmen, kjo edhe për shkak të regjimeve që ndanim në një moment të caktuar. Kjo na bën aleatë miq të natyrshëm. Faleminderit shumë që mbështesni Shqipërinë dhe shpresojmë që së shpejti të nisim kapitullin tjetër, çka është mbyllja e negociatave. Mes liderëve nuk munguan as batutat. Nga një anë, kryeministri estonez solli ministren e inteligjencës artificiale diella, si një hap që mund të ndjekë dhe Estonia, ndërsa Rama kishte një thirrje për turistët. Pres me padurim të thellojmë bashkëpunimin për inteligjencën artificiale. Shqipëria ka një ministre të inteligjencës artificiale dhe Estonia po punon që të arrijë në të njëjtin nivel. Ju ftoj të largoheni nga vendi edhe në dimër, që të vini të gjeni plazhet. Nuk kemi simpati për Putin atje, kështu që do të ndjeni krejt si në shtëpi. Vizita e Ramës në Tallinn vijoi me një takim me presidentin e Estonisë, teksa delegacioni shqiptar u prit në zyrën e kreut të shtetit. Mëtej, kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në konferencën për politikën e jashtme dhe sigurinë, që do të zhvillohet në moton "Fati i favorizon të guzimshmit".